Kul hu Allahu ahad, thuaj Allahu është një. Kjo është baza. Do të thonë Allahu subhanahu wa taala kur u përgjigj në ajetin e parë u përgjigj me bazën e fesë islame, e cila është monoteizmi apo tauhidi. Dhe kjo është domethënia e shahadetit që e thojnë muslimanët dhe që është shtylla e parë e islamit dhe që është kushti më i rëndësishëm apo kushti i vetëm që njeriu të bëhet musliman. Çka do të thotë domethënë eshhedu an la ilaha illallah, apo dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Domethënia është e njëjtë me këtë ajet. Kul hu Allahu ahad, Allahu është një dhe i vetëm. Domethënë monoteizëm, besim në një krijues të vetëm dhe nuk ka mundësi që të ketë zot ndryshe, edhe logjikisht. Sepse sikur të themi kushtimisht ka dy zota, atëherë logjikisht ka dy mundësi. Ose njëri prej këtyre zotave ta mbisundoj të ketë sundim ndaj zotit tjetër në thojza, në këtë rast ky zoti tjetër nuk është zot, në realitet nuk e meriton emrin zot. Ose që të dytë mos të kenë sundim tek njëri tjetri dhe në këtë rast po ashtu asnjëri nuk e meriton epitetin zot, sepse ka diçka të cilën ata nuk e sundojnë. Pra kjo është e vetmja mënyrë dhe i vetmi besim i cili përputhet edhe me logjikën e shëndosh. Pastaj kjo ngërthen në vete edhe pangjashmëri, sepse njerëzit, shumica e njerëzve domethënë gjatë historisë kanë besuar në një krijues. Mirë po, defekti i tyre nuk ka qenë te kjo. Edhe mushrikët e Mekës kur i ka pyet pejgamberi alayhis salam kush ju ka krijuar, kanë thënë Allahu. Mirë po, defekti i tyre ka qenë se kanë adhuruar dikën tjetër përveç Allahut. Pra defekti i tyre ishte në adhurim. Ndërsa ky ajet e ngërthen edhe këtë. Pra se askush nuk është i ngjashëm me Allahun subhanahu wa taala, andaj edhe askush nuk duhet që të adhurohet, sepse do të ishte kontradiktore që të pranosh se të ka krijuar Zoti e pastaj të shkosh dhe të adhurosh dikën tjetër. Kjo është sikurse, për shembull, pasi që shumica jeni studenta, një shembull konkret, sikurse të pohosh se je student në Universitetin e Tetovës, mirë po për çdo ditë shkosh dhe të mësosh tek Universiteti i Evropës Juglindore. Pohimi jot mund të jetë pohim kështu verbal, mirë po realiteti është se ti je studenti shtulit, e nuk je studenti Universitetit të Tetovës, edhe nëse pohon atë gjithë ditën. Pra, në fund shifet realiteti jot, se cilin ti adhuron. Nuk shifet pretendimi, po shifet realiteti dhe veprat të cilat ti i vepron. Dhe këtu pra një vërejtje e shkurt, se shpesher kemi dëgjuar në për media, në për shkrimet të ndryshme, ose shkollore, ose kështu pra të lajmeve të tjera, kemi dëgjuar se thonë fetë monoteiste, apo në shumës, dhe kam për qëllim krishterizmi, jehudizmi dhe islami. Ky cilësim i të tre feve me monoteizëm është i padrejt, sepse në realitet nuk ka fe monoteiste por përveç fesë islame. Dhe këtë edhe vetë ata pasuesit e atyre feve thonë këtë gjë. Pra, krishterët nuk mund të quhen monoteista, sepse besimi i tyre është katastrofë. Me thonë të njëjtën kohë për Isa besojnë se është biri i Zotit, pastaj thonë Zot, disa e quajnë Zot, disa biri i Zotit, në më thonë nuk, çfarë monoteizmi kjo? Nuk është monoteizëm. E njëjta gjë është edhe tek jehudit. Të njëjtën gjë që e thonë krishterët për Isaun alayhis salam, jehudit e thonë për Uzeirin alayhis salam. Thonë se ai është biri i Zotit. Pra ekziston tek ata ky lloj besimi. Po ashtu edhe tek adhurimi. Tash edhe pak pra jemi në muajin kur festohet viti i ri tek ata. Ai babadimri është një farë njeriu i shenjtë tek krishterët. Më thonë, çfarë besimi kanë krishterët për babadimrin? Çfarë besimi ushqejnë për atë, pretendojnë tek ai, edhe nëse u ambjellin këtë vetëm fëmijëve sepse të ndëjt janë të mençur dhe nuk u besojnë këtyre pallara kryesore, ky besim është shirk. Pse? Sepse kinsa ai dëgjon, i din dëshirat tuaja dhe pastaj ti plotson. Kjo nuk është monoteizëm. Dhe kjo e njëjta gjë është edhe tek jehudit.
i adhurojnë pra njerëzit e mdhejt të tyre, njerëzit e shenjt, në krye me dëgjallin të cilin e presin që t'ju vi dhe edhe atë kur do të vi do ta adhurojnë. Pra nuk ka monoteizëm dikun tjetër përveç se në fenë islame. Allahu Samet, ajeti i dytë po thot, Allahu është Es-Samet. Fjala Es-Samet është emër për emrave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe është shumë vështirë, është shumë e rëndë që ky emër të përkthehet domethënia e tij pra me një fjalë në gjuhën shqipe. Është pothuajse e pamundur. Për shkak se gjuha arabe e ka këtë veçori që është shumë më gjithëpërfshirëse dhe shumë më kuptimplot se sa gjuha jonë. Dhe këtë nuk e themi për diçka, po kjo është realiteti. Edhe pse ne e duam gjuhën tonë dhe nuk jemi kundër saj. Mirë, po disa fjalë thjesht nuk mund të përkthehen me një fjalë bukfalisht. Për këtë shkak na duhet një sqarim pak më i madh për emrin e Allahut subhanahu wa taala Es-Samet. Ibn Uthaymini rahimahullah për këtë thot, Es-Samet është ai i cili është i përkryer në cilësitë e tij, pra është një emër përmbledhës i Allahut subhanahu wa taala, gjithëpërfshirës. Dhe mënyra më e shkurt për ta sqaruar atë është se ai është i përkryer në cilësitë e tij. Ai është i përkryer në cilësitë e tij. Dhe kështu përshkruhet Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar, për dallim nga librat e pjesëtarëve të feve tjera, të cilët e cilësojnë atë me cilësi që nuk i përkojnë Allahut subhanahu wa taala. Pra, Es-Samet përmbledh se njëran ai është i përkryer në cilësitë e tij, dhe nga ana tjetër në raport me krijesat e tij, të gjitha krijesat kanë nevojë për të. Për shkak se ato janë të mangëta, nuk janë të përkryerja sikurse është i përkryer Allahu subhanahu wa taala. Pra, ky është besimi i muslimanëve. Adhurojnë një Zot të përkryer, adhurojnë krijuesin e jo krijesat. Ky është besimi i muslimanëve, kjo është domethënia e shahadetit. Pastaj Allah subhanahu wa taala në ajetin e 3 sqaron pak më detajisht këtë. Dhe potencon diçka në cilën kanë devijuar një grup i madh prej bijve të Ademit. Ajo është lem yelit wa lem yulad, as nuk ka lindur e as nuk është i lindur. Pra as nuk ka lindur dikën tjetër, as ai nuk është i lindur. Dhe me këtë ajet Allah subhanahu wa taala ju kundërpërgjigjet, u jep kundërpërgjigje 3 grupeve të mëdha prej bijve të Ademit. Grupi i parë janë mushrikët, të cilët thonin kinse melekët apo engjëjt janë bijat e Zotit, i lartësuar qoftë Allahu nga kjo shpifje e madhe e tyre. Grupi i dytë janë të krishterët, të cilët e përmendën pra dhe dihet besimi i tyre në lidhje me Isa alayhis salam. Dhe grupi i tretë janë jehudit, dhe shumica e njerëzve pra hyjnë në këto grupe. Andaj, ky është dallimi mes nesh dhe tyre. E pastaj të vi dikush dhe të thotë se edhe ne edhe ata jemi monoteist, fe monoteiste është e padrejtë, është padrejtësi, sepse në realitet vetëm muslimanët kanë besim të qartë, të thjesht dhe të kulluar e të pastër, ashtu siç e kanë sjell pejgamberët. E askush tjetër përveç muslimanëve. Dhe ajeti i fundit këtu thot "Walam yakun lahu kufuwan ahad", dhe ati askush nuk është i barabartë, dhe me të askush nuk është i barabartë. Dhe kjo tregon pra se Allah subhanahu wa taala nuk mund të krahasohet me askën tjetër, se Allah subhanahu wa taala është i përkryer në cilësitë e tij dhe askush nuk është i barabartë me të. Andaj, të gjitha format e devijimit, kjo sure i ka kundërshtuar. Dhe në anën tjetër e ka sqaruar besimin e pastër dhe të kulluar me pak fjalë.